Miqtë e mi, ku jemi së bashku sërish në hapësirën e fundit të emisionit tonë për ditën e sotme, siç është hapësira e mjekësisë. Sot do të flasim përsëri për disa probleme që prekin laboratorin, pra konkretisht mjekun e laboratorit. Jemi këtu pranë me Genta Dedejn, e cila është kthyer një mikeshe jona tani dhe le të themi nëpërmjet ndihmës së saj i kemi dhënë rëndësinë e duhur mjekut të laboratorit dhe asaj çka ndodh në këtë institucion, sepse është institucion në vete. Përshëndetje. Përshëndetje Nida. Kënaqësi që jemi bashkë. Sot do të prekim pak çështjet e anemive. Apo jo, besoj ju në popullat e keni hasur, e diagnostikoni shpesh, kështu që e mira është ta sqarojmë një çik se çfarë është anemia në vetvete dhe si diagnostikohet ajo nga ana laboratorike. Faleminderit Nida për ftesën, si gjithmonë është kënaqësi. Para se të bëja një interpretim për anemin, ashtu siç e thatë ju, laboratori është një institucion. Në fakt, sot nuk flasim thjesht për laborator, po flasim për mjekësinë laboratorike. Pra, laboratori dhe analiza që performohet në këtë ambient, sigurisht që duhet të interpretohet nga personeli i cili merret me këtë analizë. Analizat e gjakut në përgjithësi nuk janë analiza që thjesht futen në njërën anë të aparatit dhe dalin në anën tjetër të aparatit, por është pikërisht interpretimi i tendencave, interpretimi i rezultateve që fillon që në laborator dhe që është ndihmë për mjekun klinicist dhe për pacientin për të zhvilluar më tej pastaj hapat që ndiqen nëse ka ndonjë problem caktuar. Anemia është një situatë klinike nga më të shpeshtat që ne e hasim pothuajse për ditë në praktikën tonë klinike dhe laboratorike. Është një situatë në cilën preket ose sasia e gjakut ose cilësia e gjakut. Që do thotë, për sa i takon sasisë, mund të kemi raste kur pacienti ka hemoragji të vogla të përditshme si pasojë e një sëmundjeje apo një çrregullimi i cili karakterizohet me këto humbje të vogla që në një kohë të gjatë, nëse ato nuk menaxhohen, pra nuk trajtohen, atëherë kalojnë në anemi. Mund të kemi humbje të mëdha të gjakut, siç ndodh në rastin e traumave, të aksidenteve, ku sasia e madhe e gjakut shoqërohet me anemi. Por kemi dhe ato që është shumë e rëndësishme, anemi që vjen nga dëmtimi cilësor i gjakut, ku grupin më të madh të kësaj kategorie e zën anemit nga mungesa e hekurit. Por pa përjashtuar këtu dhe rastet që kemi me anemi nga problemet me vitaminën B12, që dhe ky është një grup shumë i madh i anemive, po kështu dhe anemi të cilat vijnë nga sinteza jo normale e gjakut në palcën e kockave e kështu me radhë. Pra paska, do që nga më e gjërë se sa mund mendohet ndoshta nga popullata, thjesht një anemi. Po, anemia është një situatë që duhet të merret seriozisht nga mjeku i cili ka në dorë analizën, duhet të merret seriozisht nga pacienti, dhe e theksoj këtë seriozisht sepse është sinjali i parë për një gjendje që ka filluar të dalë jashtë kontrollit, që mund të ketë lidhje drejt për drejti, pra siç e thash, me gjakun në vetvete, por mund të jetë refleksion i patologjive të tjera, të cilat krahas shenjave që kanë në vetvete si sëmundje që janë, pra sipas llojit përkatës, mund të shoqërohen edhe me anemi. Po. Cilat janë kategoritë që preken më së shumti nga anemia? Kjo është një pyetje shumë e drejtë. Kategoriat më e prekur janë gratë dhe fëmijët. Është vërtetuar sipas statistikave që 1 në 5 gra vuan nga anemia. Pothuajse gjithashtu gjysma e grave shtatzana kalojnë anemi. Gjithashtu, fëmijët prematur të gjithë pothuajse janë të rrezikuar nga anemia. Gjithashtu, fëmijët deri në 1 vjeç kanë probleme me anemin. Edhe madje sipas shoqatës pediatrike amerikane, gjithë fëmijët në moshën 1 vjeç duhet të ribëjnë testet e gjakut për të parë nëse janë anemik. Janë të gjithë fëmijët të cilët kalojnë në periudhën e pubertetit dhe të adoleshencës, ku kemi rritje, çrregullime, ndryshime hormonale, të cilat shoqërohen edhe me probleme të tjera shoqëruese me anemin. Këto dy grupe janë të predispozuara dhe kryesore për ta shfaqur anemin. Pak, domethënë, këto kategoritë më delikate, gratë shtatzanë ose fëmijët prematur, mund na sillni ndonjë shembull, domethënë, konkret? Po, duke qenë se edhe unë jam në kontakt me gratë dhe me fëmijët që për shkak të vendit ku unë punoj, unë kam vënë re që një pjesë e madhe e rasteve që paraqiten janë anemik,
por është shumë e rëndësishme se si menaxhohen këto anemi. Këtu jo për shkak të neglizhencës së mjekut, sesa për shkak të neglizhencës së pacientit, edhe ky është mesazhi që unë dua të jap sot, që nëse pacientët në një moment dalin anemik, është shumë e rëndësishme që të kuptojnë që anemia, trajtimi i anemisë dhe vazhdimësia e këtij trajtimi është shumë i lidhur ngushtë me laboratorin. Pse? Sepse mjekimi që do filloj për të shëruar këtë anemi është shumë i lidhur me, si më thënë, me analizat. Në momentin që ato analizat dalin normale, ky mjekim duhet të ndërpritet. Do ta ndërpresim për pak përgjigjen sepse kemi një telefonues në linjë që ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit zotëri që po telefononi. Cila është pyetja juaj? Nga se vjen anemia të doktoresësh, unë jam operu... Po, ju dëgjojmë. Jam operu nga gjendra tiroide dhe në thamë atje që ndikojnë edhe gjendra tiroide nga anemia. Faleminderit për pyetjen. Zotëria ka shumë të drejtë, unë në fakt do ta diskutoja pak më vonë. Sëmundjet e tiroides janë një nga grupet i shkaqjet e anemive që ne i ndeshim në praktikën klinike dhe thash pra janë anemi sekondare, do me thënë pacienti vuan problemet e tiroides, një shkak parsor dhe ajo sjell edhe problemin e anemis, sepse duke qenë se tiroidja është një gjendër e cila metabolizon, pra është po themi aparati ku zhvillohet gjithë metabolizmi nëpërmjet hormonit që e shiron në të gjithë organizmin, po kështu ajo ndikon edhe në nivelin e serisë të kuqe. Në momentin që normalizohet, po themi, ajo gjendra tiroide, edhe anemia fillon dhe qetësohet dhe zhduket pothuajse tek pacienti. Kështu që këshilla që unë jap zotërisë është që të ndjeki gjendrën tiroide. Pra ky është shkaku në rastin konkret. Është i lidhur drejt për drejtë. Me shkakun. Po, patjetër. Do ta mbajnë në kontroll. Të mbajnë në kontroll. Doja të ndaloja pak tek rastet që flisja që ka lidhje edhe me zotërinë. Pra, trajtimi i anemisë është i lidhur drejt për drejtë me laboratorin, sepse unë këtu vi si profesioniste e fushës së laboratorit. Dhe çfarë bërej për shembull? Do jap një rast, një fëmijë prematur, i cili të gjithë fëmijët prematur janë të predispozuar të kenë anemi. Anemia nga ana tjetër sjell komplikacione dhe komplikacioni bazë tek një fëmijë i lindur para kohe është infeksioni, rënja e imunitetit deri në një sepsis, pra në një gjendje infeksioni të përgjithësuar tek fëmia. Vjen për shembull një rast i cili ishte anemik, mat gjakun komplet, vlerat e hemoglobinës ishin të ulta dhe fillon terapia me hekur, me shumë të drejtë nga ana e mjekut. Në momentin që mjeku kërkon nga pacienti që ai të paraqitet për të bërë një verifikim të dytë mbas terapisë, në rastin konkret, për shkak të punëve neglizhencës, se më the tash, prindi vjen një muaj më vonë dhe nga ana vet shkon dhe e blen kurën për së dyti herë. Çfarë bën? Pra, kura nëse ishte planifikuar nga mjeku që të ishte 1 mujore, pacienti e bën 2 muaj. Dhe kur vjen në laborator, në ato moment ne pam që kishte disa kombinime të cilat duheshin parë që të kontrollonin nivelin e hekurit në gjak e ky pacient. Dhe faktikisht ashtu doli, fëmia kishte kaluar në një tepricë të hekurit. Teprica e hekurit që erdhi si pasojë e mjekimit të gabuar nga ana pacientit të vullnetshëm, është një, po themi deri diku edhe fatal për bebet e vogla, po edhe për gjithë pacientën përgjithësi, sepse imagjinoni pak hekuri me tepricë në trup, ku do shkojë, asgjë nuk humbet, gjithçka transformohet, gjithçka do të ngelet po aty, depozitohet në tru, në organet e rëndësishme. Pra ka substanca që depozitohen, ka që eliminohen, hekuri nuk eliminohet. Nuk eliminohet dhe ngelet në trup dhe sjell pasojat në funksionin e këtyre organeve. Ashtu siç kemi dhe rastet e neglizhencës, sepse ky rasti po themi është rasti i kujdesit të tepruar për anemin. Rasti tjetër është për shembull nga shtatzana që jo vetëm që nuk bëjnë analiza para se të ngelen shtatzana, ose akoma dhe më keq e din që mund të jenë anemike, fillojnë shtatzanin edhe me idenë që ju ndodh të gjithëve. Po, e zhvillojnë ashtu shtatzanin, anemike vetë nëna, anemike dhe fëmia, dhe kemi raste
pothuajse për ditë që gratë vinë me gjendje të degraduara anemie dhe pasojat të saj mund të jenë dhe fatale, se mirë që pësojnë lindjet parakoshme, që është një nga komplikacionet, por mendoni tani një fëmijë anemik, se sa i rrezikuar është për shkak të anemis, të imunitetit e peshës e me radhë, dhe e gjitha kjo pse neglizhohet për të bërë vetëm analizat, konsulta dhe takime me mjekun klinicist dhe bërja e analizave. Si në momentin që duhet ta bëjmë, pra në një check-up rutin, ose në një moment pra që kemi një shqetësim, ashtu dhe verifikimi, se ky është mesazhi që dua t'jap, verifikimi i statusit të anemis mbas mjekimit, po prap me laborator. Po. Më duket se kemi një telefonat tjetër në linjë. Besoj ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Alo? Medita. Alo, Mirdita zonjë, faleminderit që po telefononi. Cili është shqetësimi juaj? Jam një zonjë që jam operuar në Itali. Po? Kam bërë intervencën për hernie diskale, mbas 3 ditëve mra një trombë pulmonale. Po? Edhe kam pas probleme gjithmonë me hekurin. Bëra analizën e hekurit, pastaj unë bëra dhe provën e fjalë për të marrë hekurin në Itali. Më dha direkt ka një dorës. Çfarë ju dha? Një ditë edhe sot, unë akoma vuaj nga problemet e hekurit, kam shumë mungesë të hekurit. Mungesë hekurit. Faleminderit për pyetjen. Atëherë, çfarë mund të themi zonjës? Atëherë, mungesa e hekurit thamë që është një nga shkaqet më të mëdha të anemive në jetën e përditshme. Hekuri mund të vi mungesa e tij për shkak sepse merret pak në dietë, edhe kjo sot në ditët e sotme i takon zakonisht shtresave me nivel të ulët social, ekonomik, që nuk e kanë. Gjithashtu mund të jetë problem thithja e tij nga zora për në gjak. Mund të jetë një çrregullim që ka të bëjë me sintezën e hekurit në përgjithësi dhe mund të jetë pasojë humbjeve të hekurit nga trakti gastrointestinal ose çrregullimet e ciklit menstrual. Gratë që kanë çrregullime me hemorragji të shumta gjatë ciklit vuajnë të gjitha nga anemi ferriprive. Tani të themi nuk është e mjaftueshme vetëm një test hekuri. Domethënë zonja duhet të bëjë takim, të thellohet më shumë në pra një të kontrollojë traktin gastrointestinal, ginekologjik dhe dietën. Nisë të thoshit diçka për vegetarianët, më duket. Po, doja të thoja që vegetarianët nuk janë kategori që preken nga anemia me mungesën e hekurit. Nëse ata konsumojnë, siç edhe normalisht e konsumojnë, spinaqin, gjethet jeshile, frutat e thata që janë shumë të pasura me hekur, absolutisht nuk kanë probleme me anemin ferriprive. Sigurisht që mishi është baza, por jo se nuk kanë mish, edhe për këtë shkak janë të privuar, si me thënë, nga mundësia për të pasur këtë problem. Dhe edhe tek e fundit, sepse nga që i kemi pak minutat kufizuara, dalim pak tek teknikat laboratorike, si e dallon një mjek, domethënë anemin. Pastaj unë të paktën me çmaj mend edhe nga përvoja personale, ekziston marrja e gjakut ndamar, marrja e gjakut në gisht, si funksionon kjo pjesë? Atëherë, shumë faleminderit për këtë pyetje, sepse kjo tregon, më jep mua mundësinë që të flas për standardet të cilat duhen respektuar në të gjithë laboratoret që punojnë sot në Shqipëri. Analiza e gjakut komplet është një analizë që bëhet me gjak venoz. Por, në momentet caktuara mund të kemi nevojë për të konfirmuar ndonjëherë nëpërmjet gjakut në gisht, ndonjë metodë që ka të bëjë me hematokritin, që është një nga parametrat që ne shikojmë tek analiza e gjakut komplet, por që baza është analiza e gjakut venoz. Po, ky është një koncept që duhet përfundimisht të thyhet, si më thënë, tek popullata, e cila është mësuar deri vonë, dhe për fat keq edhe në spitale universitare është përdorur teknika e gjakut me gisht deri vonë, gjë që ka sjellë probleme shumë të mëdha në menaxhimin e parametrave që kanë dalë shumë falso pozitiv ose negativ dhe që ngatërronin me anemin, ndërkohë kur ajo nuk ishte. Unë e kuptoj që sigurisht nuk esaurohet në një emision gjithçka, ne besoj do të kemi edhe emisione të tjera ku do ta vijojmë, do ta zgjerojmë këtë argument. Shumë faleminderit që ishit këtu, fund të mbar. Faleminderit juve. Miqtë e mi, dhe unë ju falenderoj që na ndoqët në këtë bisedë ku besoj mësuat më tepër rreth anemisë dhe problematikave që e shkaktojnë atë.